Përshëndetje shikues të nderuar, në vazhdim japim lajmet e orës 15. Ministri në detyri i bujqësisë Faton Peci është duke u intervistuar nga organet e hetuesisë pas aksionit të policisë të mbajtur për çështjen e tenderit për funksionalizimin e objekteve për përpunimin e produkteve shtazore. Intervistimin e tij e ka konfirmuar zëdhënësja e Prokurorisë Speciale Arbnora Luta. Gjatë ditës, prokuroria konfirmoi bastisje në 4 lokacione. Pra, policia ka zhvilluar një aksion në Ministrinë e Bujqësisë. Inspektorët policor kanë kryer bastisje në Agjencinë për Zhvillimin e Bujqësisë në kuadër të kësaj ministrie. Prokuroria Speciale ka konfirmuar se bastisjet janë kryer me urdhër të saj. Prokurori i Prokurorisë Speciale, Admir Shala, u deklarua lidhur me bastisjet në Ministrinë e Bujqësisë. Ai tha se Prokuroria Speciale ka nisur një hetim lidhur me dhënien në shfrytëzim të fabrikës për prodhimin e nën-produkteve shtazore. Prokurori mund të deklarohet. Atëherë, përshëndetje për gjithë. Siç e dini, Prokuroria Speciale ka filluar një hetim lidhur me dhënien në shfrytëzim të fabrikës për përpunimin e nën-produkteve shtazore. Hetimi është duke u zhvilluar lidhur me dyshimet për dhënien me qirat të kësaj fabrike. Jemi në fazën e hetimit, jemi duke i zhvilluar bastisjet dhe kontrollet në bazë të urdhrit të gjyqtarit të procedurës paraprake të gjykatës themelore në Prishtinë, me kërkesë të Prokurorisë Speciale. Po ashtu me autorizimin tonë, policia së bashku me ne është duke i ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme, me qëllim të sigurimit të informacioneve të nevojshme dhe drejt zbardhjes së rastit konkret. Për çështjet më në detaje nuk mund të lëshomi për momentin, për shkak se jemi në fazën e hetimit dhe ju lutem që të na kurseni sepse jemi në fazën e grumbullimit të informacioneve. Bastisjet janë duke u zhvilluar në 4 lokacione, janë në vijime sipër dhe për çdo veprim tjetër as ana lejohet do t'ju njoftojmë përmes zëdhënëses së Prokurorisë Speciale. Cilat lokacione prokurorë? Janë duke u bastisur Ministria e Bujqësisë, Agjencia për Zhvillim Bujqësor, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë dhe lokacioni i kompanisë. Lidhur me bastisjet në Ministrinë e Bujqësisë, ka folur edhe Ministrja në detyrë e Drejtësisë Albulena Haxhiu. Ajo ka deklaruar se beson që Ministri në detyri i Bujqësisë Faton Peci ka bërë punë të jashtëzakonshme, derisa u shpreh se ka plane për të dëmtuar Pecin dhe qeverinë Kurti. Unë jam shumë e bindur që Ministri Peci e ka bërë një punë të jashtëzakonshme gjatë kohës sa ka qenë dhe sa vazhdon të jetë në Ministrinë e Bujqësisë. Nuk ka asgjë për të fshehur këtu, nuk ka pasur asnjë ndërhyrje nga Ministri Peci. Ne kemi pasur rastin që diskutojmë edhe para disa ditëve, edhe sot, për këtë çështje. Ajo është shumë i hapur që të bashkëpunojë me institucionet për të zbardhur gjithë këtë, si më thënë, plan për ta dëmtuar Ministrin Peci, për ta dëmtuar qeverinë Kurti. Pra nuk ka asgjë për të fshehur, nuk ka asnjë ndërhyrje dhe do të jetë kurdo që do të ftohet nga institucionet. Edhe sot ka dështuar konstituimi i Kuvendit Kosovës. Kjo është përpjekja 22 me radhë që prej 15 prillit, kur ka filluar seanca konstituive. Kryesuesi i seancës sërish vazhdoi seancën me kërkesën për antarët për komision për votim të fshehtë, por opozita nuk dha emrat. Pastaj është hedhur në votim komisioni që nuk mori votat e mjaftueshme dhe kështu seanca është ndërprerë për të vazhduar pas nesër. Për sot nuk pres diçka 3, edhe pse do të dëshiroja të kishte 3, sepse u bë shumë gjatë, mirë po kjo nuk varet prej meje, varet prej krerëve të partive politike. Unë jam aty vetëm drejtues teknik, shpeshherë ka edhe keq kuptime. Njerëz thonë pse s'po jep zgjidhje kësaj pune, unë nuk jam as për të dhënë zgjidhje, as për të mos i dhënë zgjidhje. As tu imponoj mënyrën e votimit, as si të votojnë, as si mos votojnë. Mirë po të është garahise për shkak të moshës, jo për shkak të një privilegje tjetër. Skenari vazhdimisht na vjen prej sekretarisë, vjen mua, i vjen Sala Jasharit, edhe sekretaria e ka. Edhe unë atë skenar e kam. Po skenari do të ndryshoj kur krerët e partive politike merren vesh, atëherë sjellin një skenar edhe unë do të isha shumë i lumtur që ai skenar të jap fund edhe sot këtij ngërçi. Po 6 herë është provuar me votim të hapur. Nuk ka dhënë rezultat. Me 16 prill ju drejtova presidentës me një letër që të na ndihmoj. Edhe në përgjigjen e saj thot vetë duhet gjeni zgjidhje.
Desa rregullori e lejon edhe votimin e hapur, edhe votimin e fshet, desa votimi i hapur nuk dha rezultat, vendosa tash provojmë edhe me votim të fshehur. Prapë sërish nuk jep rezultat, sepse unë mendoj fatkesisht janë në pyetje inatet. Kjo seancë për 3 minuta do të përfundoj edhe po të ketë zgjidhje. Se pika e tretë është vetëm votohet, kur gjo më tepër, jo, del edhe kryetari, edhe ajo e kryetari që disa minuta që do të zgjas më shumë, edhe nuk është në rregull, nuk është mirë, po s'ke që bën. Partia Demokratike e Kosovës i ka bërë thirrje Albin Kurtit që të reflektoj për zgjidhjen e ngërçit në kuvend. Nënkryetaria kësaj partie Vlora Qitaku tha se blokada është si pasojë e kokëfortësisë së Albin Kurtit dhe ambicjes së Albulena Haxhiut. Blokada e institucioneve të Republikës së Kosovës ka emrin e Albin Kurtit dhe Albulena Haxhiut. Edhe një herë bëjmë ftesë për reflektim. Qytetarët na kanë votuar për t'i adresuar problemet dhe sfidat e tyre, e jo për të përmbushur egot dhe kryenetësinë. Kosova është më e madhe se secili prej nesh. Edhe një herë faleminderit për punën që po e bëni çdo ditë. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Anton Quni deklaroi se 2 deputet janë në fokus të interesimit nga lëvizja vetëvendosje. Ai tha se po kontaktohen nga zyrtarët e kësaj partie, por nuk tregoi se kush janë 2 deputetët që siç deklaroi po u ofrohen benefite të ndryshme për biznese familjare. Kështu shpreh deputeti Quni pas dështimit të përpjekjes së 22 për konstituim të kuvendit. Mu do me thënë se kontaktohen të gjithë deputetët në format të ndryshme. Kontaktohem edhe one. Tani, kur kontaktohemi natyrisht që bëjmë pyetje a kanë autorizime dhe nga kush marrin detyra. Kontaktohemi nga zyrtarët e vetëvendosjes, kontaktohemi nga ndërmjetësuesit e tyre. Por është fakt se 2 deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës janë në një fokus të veçantë të interesimit të autoriteteve të vetëvendosjes. Mbetet në diskrecionin e atyre që vetë të deklarohen. Por ne i kemi njohurit, i kemi informatat, i kemi përmbajtjen e bisedave të gjitha deputetet të cilët më së shumti do thotë kontaktohen nga autoritetet e vetëvendosjes janë shumë stabil edhe do t'i përmbahen qëndrimeve të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Format e presionit janë të ndryshme, një ndër to është edhe kjo formë të cilën ju e potencuat, do thotë duke ofruar benefite të ndryshme për bizneset e tyre familjare. Kryetari i Nismës Social-Demokrate Fatmir Limaj tha se nuk janë të interesuar për qeveri dhe se për këtë i kanë arsyet e tyre. Kështu deklarua ai pas dështimit 22 për konstituim të kuvendit, për çka tha se janë të gatshëm për partneritet në parlament. Ashtu siç ka qenë deri me tani, shpresoj, derisa nuk ka ndryshim janë qëndrimet që kanë qenë. Negociatat me Albin Kurtin ku janë? Ku kanë betur? Ke thënë që keni dëgjuar pramë, s'kam qenë shtesë se çka kam. Nuk ka pasur tutje përveç 3 takimeve. Jo, s'ka falënderit. Synoni që të ketë takime të tjera? E rëndësishme që Kosova duhet ta ndërtojë një shumicë, duhet të provohet në gjithë shumica, nuk është më rëndësi kush me kon, e rëndësishme është sa më shpejt të kemi institucionet. Edhe besoj ky është lajmi që presin qytetarët e Kosovës. Ju keni dorë nga kryeparlamentari. S'është çështje, ne kemi zgjatur dorën e bashkëpunimit në nivelet që mund të japin kontributin tonë. Faleminderit. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka refuzuar të komentojë deklaratat e kryetarit të Nismës Social-Demokrate Fatmir Limaj rreth historikut të tyre të koalicionit. Sipas tij, deklarimet e Limajt nuk janë relevante derisa u kërkoi gazetarëve ta pyesin për tema të tjera. Haradinaj tha se kanë ofruar 2 mundësi për bllokimin e situatës në kuvend, duke ofruar emrat përshtatshëm sipas tij dhe për të votuar për kryeparlamentar. S'kam në i koment, s'po më kujtohet kur gjo. A keni në i pyetje tjetër? Kjo është diçka relevante. Çdo gjë që lidhet me këta është e kaluar. Jemi para parlamentit, jemi në bllokim seancës, sikur se edheni ne në takat tonin si aleancë. I kemi dhënë 2 zgjidhje, vetëm mos më mbet bllokuar si jemi tash, e sa kohë. S'pari kemi dhënë mundësinë me votue një kandidat vëvësh, po që na bashkon me votë, edhe kemi dhënë emra.
Pastaj po ashtu e kemi bërë dhe një veprim dytë, ju kemi drejtuar gjykatës kushtetuese me qëllim që dalim nga kjo gjendje. E propozuara për kryeparlamentare nga lëvizja vetëvendosja Albulena Haxhiu ka thënë se nismën social-demokrate e shohin si partnere në qeveri. Ajo tha se diskutimet po vazhdojnë, veç se para qeverisë është konstituimi i kuvendit. Haxhiu pas dështimit konstituimit kuvendit tha para mediave se qëndrimi i lëvizjes vetëvendosje është i ditur sa i përket propozimit për kryeparlamentar. Ne po ashtu kemi theksuar që i shohim si partner tanë, për këtë ka pasur disa takime si që ka njoftuar edhe kryeministri Kurti, diskutimet vazhdojnë për këtë qëllim dhe urojmë që sa më parë të përmbyllen, por para qeverisë është kuvendi. Pra është jashtëzakonisht e rëndësishme që të konstituohet kuvendi i Republikës së Kosovës. Kemi shumë punë për të bërë, kemi shumë plane në qeverinë Kurti 3. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, ka përsëritur deklaratën se për dalje nga gërqi politik duhet të ketë marrëveshje politike. Ai tha se LDK nuk ka çantë magjike që të zgjidhë problemet. Kështu shpreh ai pas dështimit 22 për konstituimin e kuvendit. Shumë urgjente dhe serioze, por i takon partisë së parë që të bëjë zgjidhje këtë kuptone. Partitë tjera nuk kanë numra, si duket, pas partia parë numrat e nevojshëm. Kemi dhënë një propozim që të bëhemi bashkë dalim për kësaj krize, se turp është marrë që ka ndodhur këtu. Më shumë se kaq edhe kas mund të bëj. Nuk ka çantë magjike edhe kaq që të zgjidhë gjitha problemet. Duhet kompromis, duhet të ulemi të bisedojmë, të flasim për zgjidhjen eventuale që duhet Republikës. Duhet marrëveshje politike, e kuptoni, s'është procedurale. Procedura po përdoret për të komplikuar dhe për shpërfaqjen e betejë artificiale. Kush i ka fajt e kush s'e ka fajt. E vërteta është e vetme dhe është e thjeshtë. I kik 48 deputet. Po në çfarë fuqie politike është me pas 48 deputet. Dhe nuk je në gjendje me ul me dikën, me bos zgjidhje, për me bos shumicë dhe thua se kjo s'është urgjencë, që tregon çfarë se çfarë gjendje jemi. Prandaj mos pritni për këtë kësaj magjisë s'mund të bëjë gjë të tilla. Organizatat e shoqërisë civile kanë zhvilluar një performancë simbolike para kuvendit Kosovës për të shprehur pakënaqësinë ndaj bllokimit procesit të konstituimit të këtij institucioni. Aksioni simbolik u organizua në prag të përpjekjes së 22 për konstituimin e kuvendit. Me që dështimi i seancës konstituive është bërë praktike përsëritur në kuvendin e Kosovës, shoqëria civile vendosi para këtij institucioni 120 karrige të zbrazta. Në secilën prej tyre ishte vendosur nga një mesazh simbolik që pasqyronte dështimin për të përmbushur detyrimin themelor të kuvendit. Para këtyre karrigeve u vendosën ora që ishin simbolik se alarmi është ndezur prej kohësh, por që shumica e deputetëve nuk po e marrin parasysh. Eugenca Kolli nga Instituti Demokratik i Kosovës tha se ky aktivitet u mbajt në shenjë pakënaqësie me situatën bllokuese në kuvend, duke bërë thirrje deputetëve për reflektim me bashkëpunim politik. Këtu shpërfaqet një realitet i cili është paradoksal, që përfshin një kuvend i cili ekziston si strukturë dhe në letër, por që nuk prodhon asgjë në përmbajtje në funksion. Kemi zgjedhur po ashtu që secila prej karrigeve të përmbajë një mesazh i cili është i drejtë për drejtë ndaj secilit prej deputetëve dhe publikut në përgjithësi, që është thirrje serioze për pasur përgjegjësi, për të u fokusuar tek çështjet cilat kanë nevojë qytetarët e Kosovës të shohin zhvillime në veçantë në raport me ligjvënien dhe me mbikëqyrjen e ekzekutivit. Në këtë aksion u tha po ashtu se kuvendi jo funksional nuk është vetëm problem procedural apo moment i zakonshëm tranzicioni, por pasqyrë një krize të thellë politike që po rrezikon funksionimin demokratik të shtetit. Aksioni që kemi ndërmarrë sot në fakt është vazhdimësi e reagimit tonë shoqërisë civile për të treguar edhe një herë që të gjitha kufijtë për një kuvend jo funksional tashmë janë tejkaluar. Zhvillimet e fundit në vend bëjnë të pamundur të mbajmë një qeveri të përgjegjshme dhe të hartojmë politika zhvillimore. Shto kësaj dhe pjesën e zhvillimeve të ndryshme gjeopolitike, si dhe izolimet financiare që i kemi nga partnerët ndërkombëtar, e lë Kosovën në situatë të pafavorizueshme. Andaj, shfrytëzojmë rastin të bëjmë thirrje të gjitha partive parlamentare që të kenë një dialog dhe një kompromis me një agjendë të vetme, e cila është interesi publik dhe interesi i qytetarëve që kemi një kuvend funksional. Ne shoqëri civile me aksionin e sotëm dhe reagimet tona kemi qenë
të qetë. Mirë po, në ditët në vijim do të kemi edhe aktivitete tjera, të cilat do të jenë edhe më të zëshme, derisa të kemi një kuvend të plotë dhe kuvend funksional. Pas përfundimit të këtij aksioni simbolik, shoqëria civile njëherë është edhe monitorues të kuvendit të Kosovës, provuan të përcjellnin nga afër tentimin e 22 për konstituimin e kuvendit të Kosovës, por që nuk u lejuan nga sigurimi i këtij institucioni, me arsyetimin se nevojitet kërkesë e re me shkrem. Deri më tani, deputetët e kuvendit të Kosovës kanë kaluar vetëm 2 pika të agjendës së seancës konstituive, raportin e Komisionit të Përkohshëm për verifikimin e mandateve dhe atë të betimit të deputetëve. Procesi ka ngecur tek pika e 3, zgjedhja e kryeparlamentarit. Eugen Cakolli nga KDI ka thënë se nuk i është lejuar hyrja për të monitoruar vazhdimin e 22 të seancës konstituive. Sipas tij, kjo është bërë me arsyetimin se nevojitet kërkesë e re me shkrim, por Cakolli thot se një kërkesë e ka dorëzuar më 10 prill. Pas performancës që zhvilluan sot si shoqëri civile para kuvendit Kosovës, bashkë me disa kolegë, deshëm të monitorojmë seancën ashtu siç kemi bërë vazhdimisht prej më shumë se 15 vitesh, veçanërisht pas 15 prillit, por kësaj here sigurimi na ndaloi hyrjen me arsyetimin se nevojitet kërkesë e re për shkrim. Me shkrim ndonë se një të tillë e kemi dorëzuar që më 10 prill, pas të cilës kemi marrë pjesë në pothuajse të gjitha seancat. Cakolli ka shkruar se nga komunikimi me administratën e kuvendit ju është bërë ditur se ky vendim reflekton qëndrimin e kryesuesit Avni Dehari. Nga aeroporti i Hanoverit do të realizohet një tjetër fluturim dëbimi drejt Kosovës dhe Shqipërisë. Rreth 70 persona pritet të transportohen me aeroplan për në këto 2 vende, raportoi gazeta gjermane Die Welt. Të dëbuarit ishin azil kërkues në Gjermani. Deputeti i Unionit Demokratik Günther Krings tha për Die Welt se Gjermania ka nevojë për më shumë dëbime të tilla. Ne duhet të intensifikojmë këto fluturime, tha ai. E drejta për azil ka 2 anë, sipas antarit të partisë që i fitoi zgjedhjet parlamentare këtë vit. Ne duam t'u japim mbrojtje atyre që ka nevojë për atë, por edhe të deportojmë ata që nuk ka nevojë për këtë mbrojtje ose që e kanë humbur të drejtën duke kryer akte dhune, tha ai. Vitin e ardhshëm, Kosova mund të jetë për herë të parë një koqire e një kampionati botëror. Bëhet fjalë për sportin e Muay Thai, i cili ka fituar mbështetje të gjerë ndërkombëtare. Federata ndërkombëtare Muay Thai ka mbështetur iniciativën zyrtare të Federatës së Muay Thai të Kosovës për organizimin e kampionatit botëror në Prishtinë. Qëndrimi në Antalya të Turqisë, Federata Muay Thai të Kosovës e ka shfrytzuar jo vetëm për pjesëmarrje garuese, por edhe për takime të rëndësishme me zyrtarët të lartë të Federatës Botërore të Muay Thait, duke prezantuar edhe zyrtarisht idenë që kampionati vitit 2026 të Muay Thait të mbahet në Kosovë. Iniciativën e konfirmoi kryetari i Federatës Kosovare Shpejtim Ahmetaj. Për me organizu kampionatin botëror në Kosovë, ka konkurrencë shumë madhe. Është një konkurrencë për disa shtetëve të botës, por unë sot në takimin që patem, e shpreja atë mendimin të vullnetin tanë që Kosova duhet me fitu kampionatin botëror edhe me organizu kampionatin botëror në Kosovë. Arsyeja pse jam kaq kongull, s'ka nevojë vendi jonë si shtet i ri. Sekretari i përgjithshëm i Federatës Ndërkombëtare, Stephen Fox, ekskluzivisht për Radio Televizionin 21 shprehu mbështetje për Kosovën si vend organizator. Ne kemi bërë analizat tona dhe mund të themi se Kosova organizoi një evropian fantastik vitin e kaluar. Prandaj gjasat janë shumë të mira për të marrë organizimin e botërorit. Me punën e bërë nga Federata juaj, Kosova ka një nga kandidaturat më serioze për botërorin. Për Ahmetaj, një tjetër arsye që shtyn Kosovën drejt organizimit është kjo. Deri me tani na si sporte luftarake ose si çdo lloj sporti kena shëtit botën në gara ndërkombëtare. Tani koha është që krejt bota me shëtit me arë në Kosovë, me pa Kosovën si çfarë Kosova. Zëdhënësi i Komitetit Olimpik të Kosovës, Kushtrim Krasniqi, e cilëson aplikimin si sukses ndërsa organizimin eventual si një hap historik.
është vërtet befasi e këndshme se si një federat kaq e re në Kosovë arrin që brenda 2-3 vitësh të synoj 2 eventet më të mëdha të marrë të organizojnë në Kosovë. Vitin e kaluar kanë organizuar kampionatin evropian, kanë marrë pjesë mbi 35 shtete, kurse tani synimet e tyre janë shkuar aq larg saqë synojnë ta marrin organizimin e kampionatit botëror dhe të sjellin në Kosovë mbi 100 shtete me mbi 3000 garues. Vërtet, nëse kjo ndodh është një arritje e jashtëzakonshme. Kosova është një nga mbi 100 shtetet pjesëmarrëse në botërorin që po mbahet në Antalya të Turqisë, i ndjekur nga afër nga ekipi i radio televizionit 21. Të nderuar shikues, ju falenderojmë për vëmendje, mirupafshim.